Dënjon, për herë të parë, diaspora shqiptare do të marrë pjesë në zgjedhje. A besoni se do jetë vendimtare vote e tyre dhe sa gjas ka që ky proces të mos jetë siç proceset në Shqipëri që nisen dhe pastaj ngecin në rrugëve? Besoj që shifrat, u besoj që japin një lloj orientimi që mund të jetë vendimtare. Por ajo që mua nuk më lë shije është ndoshta e parafort atij që thash për trupin votuese. Ajo pjesë e diasporës që është e prirur për të votuar një parti, në mënyrë më absolute do ta votojë. Pra ne bëjmë fjalë për një votë që të ketë mundësi të ndryshojë qeverinë. Për këtë po flasim, pra ky është interesi kryesisht i opozitës apo po mbështetet te diaspora. Pra, a është diaspora e pjekur që të votojë për një ndryshim, apo është e bindur që gjendja është e mirë dhe votat do të shkojnë njësoj? Unë them se edhe për diasporën do të kemi të njëjtin qëndrim, të njëjtën sjellje votuese. Për ata që janë në njërin palë do votojnë atë palë dhe nuk do të jetë ndikues për ta ndryshuar pushtetin. Thjesht mund ta forcojnë atë palë që mund të jetë qeveria, apo mund të japin pak dorë opozitës, por unë nuk besoj se do të jetë vendimtare për ndryshuar votën. Qofsha i gabuar, por pavarësisht shifrave, prirja jonë si votues më bën të mendoj, pra prirja jonë, pra jo thjesht se mendoj, kjo prirje më bën të mendoj që ne do të jemi në të njëjtat llogore për njërin palë ose për tjetrën palë. Dënjon, Partia Demokratike ka marrë si drejtues të fushatës së vet një ndër drejtuesit e fushatës së Donald Trumpit. Si shikoni këtë lëvizje dhe a besoni që marrja e këtij personi si drejtues fushate do ndikojë në një raport tjetër mes Partisë Demokratike dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, konkretisht me Donald Trump, duke nisur nga fakti që zoti Berisha, kryetari i kësaj partie, është në ngrata nga Shteti Amerikan? Ka pasur edhe raste të tjera të shpalljes të padëshiruar të personave ndryshëm, figurave politike apo jo. Mirë po unë besoj që nëse ka një partneritet, ty mbase nuk të pengon në përditshmërinë tënde që ne i padëshiruar diku, qofshin edhe në Shtetet Bashkuara. A do të ndikojë ardha e Krista Sivitas? Padyshim në pikpamjen po them të entuziazmit për një pjesë të madhe të opozitarëve, padyshim që është një gjë e mirë, por me drojës se mos ndoshta kjo e kalon kufirin e mundësive që për ligj entuziazmi marr. Pra, a do të shërbej për ta nxitur më shumë votuesin që nuk shkon, apo do të krijojë një lloj euforie tek ata votues që tani më janë fiks. Pra, a do të jetë prania e Sivitas aq e fuqishme dhe aq bindse për atë pjesë tjetër të njerëzve që mund të jenë vërtet me Partinë Demokratike, por për një arsye ose një tjetër nuk shkojnë, janë më të ftohur, janë më të prerë në shpresë që mund të ndryshojë qeverisja ose jo. Pra nuk është thjesht një individ. Puna e parë që ka opozita, sikurse edhe puna e parë që ka qeveria, kjo është shumë e qartë, është që të bindin njerëzit, pra jo vetëm ata që i mbështesin, por të bindin gamën e gjerë të njerëzve që ne po e bëjmë mirë, ose kemi bërë keq dhe do ta bëjmë mirë, apo ne si opozitë, të që këta kanë bërë keq apo më keq se keq, do duhet ta ndryshojmë dhe të rikthejmë gjithmonë sipas këndvështrimit opozitar, sepse kjo është luftë politike, të njëjtave politika që ne kemi ndjekur më herët dhe që ata mbështeten ka qenë të drejta. Bëj fjalë për politikat e ndjekura gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. Pra mos pari duhet bindur njerëzit dhe i duhet dhënë besim dhe pastaj për të thënë që po ne kemi një figurë të tillë që na nxit, që mund të shërbejë për rritjen e entuziazmit. Pastaj trupa votues në Shtetet Bashkuara dhe trupa votues në Shqipëri ka dallim thelbësor. Këtu vërtet njerëzit mund të shkojnë të votojnë, por nuk mund të themi që të gjithë janë në rresht për një si para. Ne, për fat keq, si për njërin palë, si për tjetrën, ne kemi në rresht, nuk ndryshojmë. Ne kemi edhe një lloj reagimi të brendshëm që nëse dikush vjen edhe na nxit që kjo duhet bërë kështu, ne themi po ky u bë që na mësojnë ne, pra kemi pak të vështirë ta kalojmë këtë kufir. Nëse në Shtetet Bashkuara po flasim votuesit përgjithsisht moderuar, nuk ka nevojë që ti thuash do rrish patjetër këtu, sepse ka një vendim të pavarur, ka një, nuk po them bindje, po ka një qëndrim përgjithësues dhe ditën e votimit ai thotë me gjithë këtë përgjithësim i zhvillimeve që ka pasur këtë administratë, krahasuar me atë që do vi apo me atë që ka qenë. A do të jemi zoti unë që me votën time dhe votën shumë tjerëve si unë ta ndryshoj për mirë? Pra është më i edukuar në thonjza politikisht në votuesi. Nuk po flas për ata që u shfaqën dukshëm gjatë votimeve të fundit në Shtetet Bashkuara, pa që një pjesë e madhe njerëzve ishin
militant, mbështetës drejt për drejt të Donald Trumpit, jo thjesht si individ apo si republikan, po për atë që ai artikuloi në gjithë fushatës. Pra pati grupe të mëdha votuesish që u prirën më shumë se sa për Donald Trumpin si individ, për ato që ai shpërfaqi në fushatë, siç ishte lufta kundër transgjinorëve, po them qëndrimet kundër transgjinorëve, përcaktimi i familjes dhe i gjinive mashkull dhe femër, siç janë, pra pati shumë grupe që ndiheshin jo mirë me komunitetet e tjerë, pavarësisht i prishin punë ose jo, pra që i mblodhi nëpërmjet votave, pra i mblodhi Donald Trump. Në Shqipëri nuk është dhe besoj se do ketë ndikim të madh vetëm një individ. Nëse nuk bin njerëzit e tu, nëse nuk po flas për atë që quhet kategoria gri, që unë besoj që në Shqipëri është vështirë që një njeriu që mund të jetë asande aseti thuash shko te ky sa i patjetër do bëj kundër. Ne për fat keq ne e kemi të shkojmë gjithmonë kundër rrjedhës. Pra edukimi i votuesit është pastaj Gurian, më thuaj nëse një njeri që ka qenë me prirje të Partisë Demokratike dhe pse nuk është votues i Partisë Demokratike, vërtet beson se do votojë Partia Socialiste apo një anasjelltas? Unë për vete mund të ketë raste, po nuk e shndroj dot në fenomen. E kam shumë vështirë që ta besoj që një socialist votoi Partinë Demokratike. Mbase ka ndodhur, por po them që ta votoj për të qenë vendimtar në ndryshimin e qeverisë, se pavarësisht se cila prej palëve është. Mund të thonë që po Rama ka gjëra të mira, mund të thonë që po Berisha ka gjëra të mira, po ka non grata, ai tjetri mund të jetë non grata, apo mund mos jetë, po votuesi, nëse ti e nxit, ne e dim fort mirë se unë mund të jap vend tani për Shqipërinë, se ti aty, është e vështirë që ti thuash ore kryetari jot është non grata, ti nuk do shkosh. Ai do shkoj qoftë edhe nga inati. Por nuk besoj që një votues i moderuar në Shqipëri do të kalojë menjëherë në krahun e partisë. Ai shumë do rri pa votuar. Po që ta ndryshoj partinë. Unë e kam vështirë ta besoj, pra që ta ndryshoj partinë, të ndryshoj votën në këmbim të ndrimit pushtetit, nuk bëj fjalë që individ apo një X% të votojnë ndryshe, por sa vlen kjo për ndryruar qeverinë. Unë besoj se kjo nuk ndodh në Shqipëri. Të njëjën për herë të parë në Kosovë, se ta mbyll fjalin, në Kosovë kjo për shembull ndodh. Ne kemi pasur në Kosovë që ka dalë formacione politike, ka dalë Partia Ora, ka dalë Partia Popullore, ka dalë Lëvizja Popullore për Çimin e Kosovës, Lëvizja Kombëtare për Çimin e Kosovës, ka dalë Aleanca Qytetare që u formua pastaj si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës së bashku me LKÇK-n dhe LPK-n. Pra votuesi doli vetëvendosja 4-5 herë, 6 herë, pra dolën forca që merrin, dolën socialdemokratët, fillim me Katyusha Jashari, pra dolën forca që e mblidhnin votuesin. Pra që popullata e Kosovës ishte më e pjekur për të parë, kjo nuk po shkon mirë. Pavarësisht se ne e dim, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe më pas Partia Demokratike, si dhe tani vetëvendosja, trupën e tyre bazë kanë të pandryshueshme. Po them që formacionet e tjera politike në Kosovë dalin më lirshëm se te ne. Te ne për fat keq kemi ose njërin ose tjetrën. Dhe Shqipëria është futur në një fazë shumë të rëndësishme, sidomos për pjesën e reformës drejtësisë, ku SPAK-u ka bërë disa goditje të rëndësishme duke arrestuar zyrtar të lartë, dhe së fundmi ishte dhe kryetari i Bashkisë Tiranës. Por ajo që është vënë re ka qenë një mosreagim i ambasadës amerikane lidhur me hetime dhe veprime të fundit të SPAK-ut, ku siç dihet në çdo lloj arrestimi më përpara ka pasur një lloj mbështetje të ambasadës. Me ardhjen e Donald Trumpit, a është lëkundur mbështetja e amerikanëve ndaj SPAK-ut dhe reformës drejtësie? Parë dhe nga këndvështrimi që kjo reformë është akuzuar si e bërë me mbështetje të Sorosit. Unë e përmenda që sa i përket ekspertizës, që për mua është më e rëndësishmja, unë nuk besoj se do të ketë mungesë të dhënies ndihmës nëse do të kërkohet. Pra nuk e shoh thjesht tek paratë. Në aspektin e veprimit të strukturës posaçme antikorrupsion, padyshim që gjithkush mund të ketë vërejtje kritika, mund të kemi në doktrinën tonë të drejtësisë, mund të kemi nëse prokuroriati e sheh fillimisht atë gjysmën e gjendjes së provave të papajësisë individit dhe pastaj të pajësisë. Këto janë më tepër çështje që përkasin një juristi se sa mua. Po në parim, padyshim që çdo kush që ka pasur një autoritet shtetëror apo çdo lloj autoriteti shoqëror është jashtëzakonisht e rëndësishme që të përballet me drejtësinë, pastaj proceduralisht më së miri e thon juristët apo avokatura që shpesh
me të drejtë, shpesh në shumë raste priret nga kërkesa për të gjetur fillimisht provat e pafajësisë, pastaj ato të fajësisë. Pastaj nga ana e prokurorisë, padyshim që kemi frikën që individi, pra subjekti, a ka mundësi apo s'ka mundësi që të prish provat, të ndikojë në dëshmitar të mundshëm, të ndikojë në po them në të gjithë strukturën e ngritur hetimore, në fabulën hetimore. Pra, unë besoj që kjo është një vijë që na ndan në kufirin e mbrojtjes për të avokaturës dhe të prokurorisë, gjithmonë duke u mbështetur mbi provat e mundshme që kanë palët. Pra nuk e them dot qartë nga pikpamja as procedurale dhe as tekniko-ligjore, sepse nuk jam jurist, po në parim unë jam për këtë. Si e keni parë zgjedhjen e Donald Trump në raport me shqiptarët, qoftë me emigrantët shqiptarë që ndodhen në SBA? Parë këtu edhe një lloj qasje, le të themi, agresive ndaj emigrantëve të Donald Trump. A rrezikojnë shqiptarët? Rrezik. Për cilin do që mund të jetë ilegal, ka rrezik, por në dallim nga thelbi i kundërshtive apo i themi fushatës së mundshme në zhvillime sipër të deportimeve masive, nuk në thelb nuk janë shqiptarët apo emigracion tjetër. Thelbi është pikërisht tek Meksika me popullatat hispanike, të prirura sipas presidencës Donald Trumpit për veprimtari të esshme kriminale, për trafik droge, pra thelbi ka qenë tek ata. Kufiri me Meksikën është nuk e thua do të hanë me dy porta, po është një kufi që në të vërtet nuk e kontrollon dot edhe aq lehtë. Është një vije gjatë, ka zona pranë San Diegos në Kaliforni që vetëm një rrjet teli e ndan kufirin ujor në det, pra rrjet pak, po them 1 ose 2 kilometra, pra që mundësitë për të kaluar kufirin ande dhe këte janë të mëdha. Pra problemi nuk ka qenë thjesht tek emigrantët jo hispanik, sepse emigrantët e tjerë bëjnë pak. Pra nuk është se edhe nga pikpamja e mbështetjes së shteteve të veçantë apo federal, nuk është se harxojnë kush e di se çfarë. Ndërsa popullatët hispanike janë masivisht, janë me tjetër ndërtim të strukturave të tyre familjare, shpesh ka ndarje mes familjeve për të përfituar fonde si nën më vete apo si baba më vete. Pra gjenden gjithmonë mekanizma që përfitojnë nga fondet e shtetit, edhe në të vërtetë mund të kenë të drejtë. Mirë, po kjo ka rënë në sy përveç aspektit të dyshimeve të thella dhe akuzave të presidentit Trump për përfshirje të drejtë për drejtë në krim. Nuk e shoh frikën ndaj shqiptarëve të përfshirë, natyrisht, nëse janë palishëm, janë. Pastaj kemi disa, se po shtoj edhe diçka. Ka shumë njerëz që kanë hyrë në proces të marrjes green cardës, pra kanë marrë një numër pune. Përgjithsisht me hispanikët, po flas në zonat ku ka emigracion pa kontrolluar, kjo nuk parandodh. Nëse hispanikët në shtete tjera kanë marrë një numër pune, zënë një vend pune, kryesisht në ndërtim, pra janë një pjesë e madhe janë në proces për të marrë green cardës, edhe nëse është proces gjyqësor, vështirë që një urdhër ekzekutiv ta ndalojë. Veç kësaj kemi 19 shtetet të tjerë që kanë bërë një padin gjykat kundër këtij urdhri. Pra, nuk besoj se është edhe aq e thjeshtë dhe veçanërisht që prek drejt për drejt shqiptarët, sepse karakteristika kryesore ka qenë pikërisht tek ata të pretenduarit dhe të akuzuarit që kryejnë krime dhe që janë popullatat hispanike. Ka pasur një ndalim të fondeve të USAID-it në gjithë botën dhe mbyllje të USAID-it. Ka pasur dalje të shifrave marramëndse ku organizata të ndryshme, po flasim për Ballkanin, kanë marrë. Si qëndron kjo me Shqipërinë? Pra, si është pjesa që sa lek janë shpenzuar nga amerikanët për çështje të caktuar në Shqipëri dhe sa ka qenë feedbacku që është marrë nga këta lek për këto çështje të ndryshme? Pjesa e Shqipërisë në të gjithë shumat e përmendura nuk është se ka domethënie të madhe nëse marrim parasysh miliarda që kanë marrë të tjerët. Problemi është se si janë orientuar ato fonde. Pra për mua nuk është e rëndësishme shumë aq që merr, por mënyra se si i përdor dhe qëllimi për të përdorur. Pra a janë cënuar këto shuma të marra për projekte ndryshme për të po them për shmangje nga disa parime që presidenta Donald Trump, do parimet familjes, parimet besimit, të komuniteteve të ndryshme, a ka pasur shpërdorime të karakterit të keq menaxhimit me ose pa dashje apo të një forme të qartë korrupsioni dhe të përfitimeve. Unë besoj se
që ishe nevojshme jo vetëm me USAID, po me çfarë do lloj organizate, qofshin ato agjenci federale ose jo, të ndihmës ndërkombëtare, apo me fonde të ndryshme që jepen shoqatave apo organizatave jo qeveritare, jo flitim për nga Shtetet Bashkuara apo nga ndonjë tjetër, padyshim ka nevojë gjithmonë për një check, ka nevojë për një rishikim. Shpesh në emrin e projekteve të ndryshëm ne kemi vënë re, jo vetëm Shqipëri, ka ndodhur gjithandej, ndërhyrje në aspekte të rëndësishme të jetës politike, shoqërore, legjislative, të promovimit të kulturave që shpesh nuk shkojnë me vërtetësinë e një shoqërie, rasti konkret Shqipëria apo popullata që kanë një prirje për të qenë më të besuar në lidhjet familjare. Pra këtë më tepër unë e kam tek mënyra si janë përdorur dhe qëllimi që kanë pasur, se është e qartë nëse ti e ke menaxhuar duhet të bësh vlerësimin e keq menaxhove sepse ai kishte kapacitet të yt, pra nuk dije më shumë e bëre pa dashje, apo këtë menaxhim e bëre këtë keq menaxhim e bëre me dashje apo pati forma korruptive. Dhe këtu padyshim që ka pasur nevojë shumë edhe për USAID-in. Unë nuk do të ndalem thjesht tek çështja e reformës së drejtësisë apo përfitimeve të ndryshme të një fondacioni apo një fondacioni tjetër, por fakti është që përderisa çeku, po them kërkimi është bërë dhe ka rezultuar me pikpyetje të mëdha për përdorimin e fondeve, padyshim që autoriteti federal i Shtetit Bashkuara është jashtëzakonisht i domosdoshëm për të vijuar dhe për të parë ku shkuan, si shkuan, për çfarë përdoren gjitha me radhë. Pra në këtë këndvështrim për mua një rishikim i tillë, një kërkim i tillë i menaxhimit apo i dhënies fondeve është i domosdoshëm. Mos harrojmë që ka pasur projekte të natyrave që s'lidhen fare me politikën e drejtë për drejtë Shtetit Bashkuar, janë tepër larg edhe për vendet ku kanë shkuar, për rrethanat apo për shqetësimet apo problemet që mund të kenë vendet për të thirrur një projekt në të vërtetë për të ndihmuar dhe jo projekte që kanë shkuar në tjetër drejtim. Megjithatë kjo është, unë e them, nuk besoj se është çështje shifrash, por është çështje parimi, pra kontrolli plot. USAID-i ndoshta misionet që lidhen drejt për drejt me ligjin, drejtësinë, mund të ishin kursyer nga ato, me policimin. Megjithatë, bëhet fjalë është edhe ana e ekspertizës, por nuk besoj se ekspertiza preket. Pra nëse dikush nga Shqipëria në një institucion do të kërkojë ndihmë nga partnerët këtu, padyshim që do t'i jepet, pra nuk është thjesht që të marrësh para për zhvilluar një projekt. Ti mund të kesh nevojë për një ekspertizë, mund të kesh nevojë për një forenzik, mund të kesh nevojë, nuk e di, për gjithçka që lidhet bie fjala me drejtësinë, me tërsinë e zbardhjes së një problematike që ekspertiza në Shqipëri nuk e del dot. Pra, unë nuk besoj se kjo do preket në nivelin e ekspertizës. Në nivelin e fondit pastaj ti duhet të jesh i qartë dhe i bindur, pra nëse aplikon për një fond, duhet ta menaxhosh mirë dhe ta arsyetosh sepse të mos vijë rradha që kur dëshiron të paraqesësh punën që bëre me fondet e marra, nuk ke as takim, nuk ke as fotografi, nuk ke gjë për gjëje. Këtu padyshim që jo vetëm Shtetet Bashkuara, por cilë do i qoftë ka të drejtën e plot për të parë se ku i shkuan paratë.